plotësohesh dhe jeta jote merr kuptim kur ti je me një partner, pra ke gjetur një pjesë në gjysmën tënde ose një të plot, jo gjysmën, një të plot tjetër dhe ju të dy dhe filloni ndërtoni. Pra duhet të ndërtoni, do vini themelet. Është shumë e vështirë sot të punosh për familjen, po duhet mos heqësh dorë. Edhe kur ka trazira të mëdhaja, nuk flas këtu dhunë. Po, se nuk është trazira, është përfundim. Po. Patjetër do ketë debate të forta dhe ndonjëherë do të duket sikur me ato debatet ky do të të vë çfarë duam me kët. Po, ose do të të vë përfund ty apo ana sjellta. Ideja është njeriu duhet të fillojë dhe të ndërtojë sepse brezat që po vinë janë në dorën tonë. Dhe unë mendoj që nëse nuk do bëj asnjë gjë tjetër në jetë, kur jam bërë mami të paktën, se më pyetë çfarë po bën, kam një detyrë shumë të madhe tani, që është vajza ime. Pra unë duhet të kujdesem që ajo të rritet në një familje pa neuroza familjare, siç jemi rritur ne. Që do ketë gjërat e saj, do t'i ketë patjetër, se nuk mund të jetë njeriu i përsosur. Kështu që do bëj dhe unë gabime patjetër. Por të paktën unë përpiqem që asajt mos t'i mungoj nëna dhe babai. Dhe në debatet që mund të ketë çifti është shumë kollaj të heqësh dorë sot. Sot është gjë sot ta thon kudo hiq dorë. Çdo mos e mirë. Dhe këto janë po i bën tjetër kush këto. Domethënë nga sipër për të shkatruar familjen, se shkatron familjen ti ke shkatruar shoqërinë, i kontrollon të gjithë pastaj.